për vetën time nuk e kam dëgju, e di që Enveri ka qenë një kohë ushtruesi detyrës kryetarit në parti. Ka menduar që do të kandidoj për kryetar të partisë, nuk ka kandiduar. A ka pasur diskutime brenda apo thjesht kështu e keni pritur ju, apo ka pasur diskutime vërtet se mund të paraqes kandidaturën? Nështë në kryesi, rregullat në parti janë. Duket duhet mi pas 30 nënshkrimet antarëve të Këshillit Drejtues për të pas të drejten me hyrë në garë. Që është e vërteta, ajo që më pengon mua është votimi i fshehtë. Edhe kur s'ka kundër kandidat, mendoj që do duhet me pas votim të fshehtë për kryetar dhe me ditë kandidati për kryetar se sa ka mbështetje nga partia. Ne asnjëherë s'kemi bërë përjashto në kongresin e parë të partisë, ka pas votim të fshehtë, të tjerat jemi dakordu me aklamacion që të zgjidhet kryetar ata që kanë qenë Mjera Arshimi, pastaj Kadria, pastaj Enveri ushtruesi detyrës dhe tani Memli. Memli është zgjedh, sepse na s'kemi pas zgjedhje të përgjithshme në parti, nuk kemi pas zgjedhje në përdeg, në ndeg, por kemi zgjedh kryetarin e partisë, ose kemi rikonfirmu kryetarin e partisë, dhe kemi rikonfirmu Këshillin Drejtues duke i shtuar edhe deputetët si antarë të Këshillit Drejtues, që prapë për këtu spajtona sepse disa janë zgjedhur deputet, por nuk e dija kanë qenë antarë partije. Simpatizant po antarë. Antarën e kuptoj njeriun që bën jetë partijake çdo ditë. Jo njeriun që thotë e du partinë, ose e du X-in ose Y-in. Por, konsideroj që nuk ka shkelje të statutit. Nuk ka shkelje as tek zgjedhjet, po s'është shkelje as ajo deklarata e Enverit. Po, a ka përkraje ai qëndrim, sipas jush brenda partisë? Ose ka pyet kush partinë për atë punë, e ka thënë në intervista që ka pas. Po, intervista që. Dhe përkraje nuk kisha me thonë ka apo s'ka. Zgjedhjet janë majtë. Jo, e kam fjalën për qëndrimin që duhet PDK-ja tjetë në një koalicion me vetëvendosjen. A ka të tjerë që mendojnë si zotri Hoxhaj në PDK? Mund të ketë thtar që do dëshonin me qenë në koalicion, por me kush që t'jenë ministra. Tani partia ka një qëndrim zyrtar, që ose ndryshon, duhet me thirrë Këshillin Drejtues. Ju personalisht çfarë qëndrimi keni realiti? A bën një koalicion me... Nuk kam pozicion të ngurt, nuk kam vija të kuqe, personale, as menoj që partia duhet me pas, por jam që në çdo koalicion që të bëhet, qoftë edhe me parti tjera, kur ti ka ndorë këtë punë, por nëse ne i ndajmë cilat ministri kush me i pasë dhe vazhdojmë, mendoj që ky s'është koalicion. Mendoj që programi i përbashkët, në fillim duhet u marrë më pajtu që dojmë e hinë koalicion, dhe pastaj mi bë 2 komisionet përbashkëta, që quhen komisionet bipartizane, dhe me e bë programin e përbashkët të cilin duhet ta zbatojnë të së bashku, dhe duhet me pas një mbikëqyrje jo vetëm të parlamentare, po të 2 partive, me pas se a ka korrupsion e para që duhet me pas si problem kryesor, edhe apo realizohet projekti ose programi i përbashkët që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, me ndryshimin e gjendjes në arsim, me shëndetësinë, me infrastrukturën, me gjitha këto që duhet të ketë impenjim qeveria. Po, dhe ka pasur